Vendimi për rënim realisht ndoshta ka qenë pak edhe i ngutshëm, apo kupton në kuptimin se Pola ka pas afat 30 ditor, edhe ato punime që i ka zhvilluar domethënë kanë qenë në domenën e sigurisë së aty në punimeve fillestare. Kështu që nuk ka pas ndonjë arsye. Tutje Musliu tregon se pronari Haliti është pajisur me lejen ndërtimore brenda afateve. Problemi është se inspektori ka konstatuar se ka fillu punë si kompani pa e marrë lejen e ndërtimit, edhe pse ma vonë është dalë se ai ka qenë procedurën e pajisjes me leje, dhe kur ka dalë herën e dytë inspektori ka vërejtë se po vazhdojnë punimet dhe ka pru një vendim për rënim, po në realitet Pola ka qenë e pajisur me lejen ambientale edhe me pagesat për pajisje me leje, domethënë ka qenë procedurën e pajisjes me leje, edhe ka pas prej vendimit por një afat 30 ditë brenda atij afati ai veç edhe formalisht domethënë e ka sjellë kopjen fizike. Për shkak se kur i kemi bënë atë vendim, nesërmën Pola na i ka dokumentuar se domethënë ka pajisjen për leje dhe se i ka pagesat, dhe ne i kemi dhënë pos parasysh gjendjen faktike, i kemi dhënë domethënë e kemi prit afatin 30 ditor dhe mbrana atij afati ai është pajis me leje dhe ka vazhduar ndërtimin. I pyetur për vendimet e inspektoratit për rënim të objektit, Haliti tha se i është vënuar leja fizike apo e shkruar. Kur kom fillu në fillim, Po. dhe so leje nuk e kom pas, por takse nuk pas pagume, nuk ka vënu dhe leja fizike e shkrume, leja ndërtimit. Për sa periudhë ka zgjat? 2 javë. Në anën tjetër, ish drejtori Musliu, i pyetur nëse ka qenë në dieni se ndërtimi i objektit është duke u bërë nga vëllai i kryetarit, thot se Nexhmedin Halitin e njeh personalisht, por që kjo nuk ka ndikuar në marrjen e asnjë mase. Jo si inspektorat, a keni qenë në dieni që ai është objekt i vllat të kryetarit? Vërtet unë realisht ma vonë kom marrë vesh edhe pse e njoh kështu personalisht, apo kupton? Çfarë forme e ndjeni? Po e njeh se ka rastisë rasti që unë jam i të njëjtit fshat me këtë kompani, tash para mendoni nëse ti e njeh me pronarin e kompanisë, nëse jeti i njëjtit fshat dhe di se është lloj kryetari dhe merr kësi mosa rigoroze, domethënë një vendim për rënim, edhe pse domethënë realisht ka mujt me u shmang ky vendim për shkak verifikimit gjendjes praktike, domethënë shihet se nuk ka kurfar interferimi as shoqëror, as kështu institucional.